kem integritet edhe me folsh. Është normali se mund të folem edhe për sporte tjera në përgjithësi, që më përqej kjo të prej Ismetit që tha për familjen Kukan, që është me të vërtet e sakt shumë, edhe do thot një familje cila ka punu jashtëzakonisht shumë në kuptimin e asaj që ta ngrit një sport në që thoj nivelin më të lartë botëror. Sa përket futbollit, unë gjithmonë isha nis nga do thot kampionati Superligës Kosovës, se nga treva tona këta futbollistë që ndalën nga këtu. Nëse flasim për shembull për Gjakun, Gjerdan, Shaqirin e tjerë, mendoj që ata janë shkuar shumë më herët, janë rrit atje, janë edukuar, janë zhvilluar, do thot prej moshës 10-12 vjeçare, edhe normalisht e kanë marrë atë identitet Zvicrës, Gjermanisë ose Itali ose në Francë, marrësisht ku jetojnë. Unë jam shumë i kënaqur me ecurinë e futbollistëve tonë, të cilët këtu janë rrit e pastaj janë dalë. Duke nis pe Vedatit, Rahmanit, Ardianit, Ylberit, Rashicën, për mua është ajo kënaqësi e veçantë. Edhe unë personalisht mburrem me atë. Pse? Se ata ndalën nga Kosova, nga kampionati i Kosovës, nga do thot shkolla e futbollit të treve kosovare. Edhe shumë tjerë që ndalë tash, mos t'i përmendim edhe do thot këta kjo gjenerata më e re që është kënaqësi e veçantë duke luajtur nëpër klubet ligës sport, edhe do thot gjithmonë japin atë kontributin në skenën ndërkombëtare. Nëse marrim Vedatin, unë e kisha marrë gjithmonë edhe marr Vedatin sepse luan në një ligë me të vërtet shumë cilësore, nivel shumë të lartë. Edhe të arritura e tij është për çdo lavdat. Pas ti është Ramani, thot krejt këto të arrituna janë nga Kosova në pjesë tjetër të Evropës edhe zhvillimi i tyre. Tash këtu mundet të më marrë edhe është shumë e natyrshme edhe puna e të gjithë atyre trajnerave të shkollave të futbollit, edhe të klubeve është natyrshme, që kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për rritjen, normalisht edhe për edukimin e tyre. Kem shumë talenta, do të punohet me të vërtet mënyrë cilësore, jo në kvantitet, nëse marrim një klub i ka 400-500 të rritë në shkollën e futbollit, mendoj që është jashtëzakonisht e tepërt, po megjithatë ata mbahet prej atyne, por t'i bëjnë një farë sistematizimi të futbollistëve normalisht gjithmonë për grupe, atëherë ngritet edhe cilësia e lojtarëve në kontinuitet. Unë mendoj që jemi një trev ku ka shumë talenta, por po them prapë sipas me do të punohet me të vërtet në mënyrë cilësore, kualitative për me mrit diçka. Sepse shpesh herë po ndodh i lëvdojmë 20-30 futbollistë që po flas nëpër gjithë Kosovës që janë talenta të jashtëzakonshëm, por në vazhdimsi do thotë kur dani prej një grupe në grup tjetër ose te ndonjë trajner tjetër ka mundësi do thotë që të shukët, të shymët ose t'i bjen ai niveli i cilësisë, kështu që do të përcaktohen ose të ndahen trajnerat shumë cilësor, trajnerat me vërtet edukator edhe trajner, për mujt me ngrit performancën e tij, do thot gradualisht nga mosha, po flas 7, 11, 13 vjeçare e pastaj matutje. Nëse e ka bazën e shnosh, temelin e shnosh, shumë cilësor, atëre jashtëzakonisht vështirë mundet me dështue. Po përkundrazi ai do të shkon edhe matutje edhe do të bëhet një sportist, me automatizëm do të thotë atëherë është edhe një kënaqësi e veçantë për të gjithë